It's Friday again. It's Sunday, Monday, Wednesday, Tuesday. Do ditë e mundshme duhet jetë what the fuck është. Mirë se keni ardhur, mirë se na keni gjetë. Ja, mirë se na erdhën na trokitet përsëri në shtëpinë tonë. Pse po bëni si plakat e moshme? Ndërkohë që kemi një audiencë nga më të vegjël deri te më të rriturit. Ju luta. Unë përfaqësoj grup moshën e kombinatit. Dhe kjo përfaqëson të rriturit është për të ardhur keq, që Shqipëria ka përfunduar në këtë pikë. Por le të mos flasim për këtë gjë, por le të flasim për ngjarjen që ka tronditur showbizin anë mbar këtë javë. Ka tronditur themelet. Aman tikën perlat. Tikën perlat. Nisi me orar. Jam duke mbajtur zi për themelet e tronditur. Ka të bëjë me debatin online të Angela Martinit me Fatmir Hysebelliun për historinë e tyre të dashurisë që thuhet ka zgjat vetëm 2 javë. Jo vetëm për historinë e dashurisë Fatos, po dhe për gjyqjen. Ne kanë qenë gjyq bashkë. Një serial në Netflix zgjat më shumë se sa kjo lidhje. Sa kisha sezon më më shumë. E vërtet. Po sepse ai nuk kishte pasur interes, pra ndërkohë Angela tha, unë isha e treta në marrëdhënien tënde. Hajde t'ja nxjerrësh vërtetën. Tani do ta analizojmë me detaj, sa ne e dim dhe kemi. Hapim detajin e parë. Detaji i parë është fakti që Oni, të gjithë ne e quajmë Oni, të gjithë publiku pra Fatmirin e quajmë Oni. Nuk e di pse. Është Oni. Është Oni apo Fatmir? Votoni poshtë në komente. Si tha Fatosi, tha kush është Oni, tha kush është Fatmiri. Mos ti tregojmë këtë gjë. Mirë të po tha Artemiza tha Fatmiri tha shkurt On. Nice, mos të merreni me këtë detaje, unë dua të komentoj faktin që ai tha për Angelën që njihet vetëm për të dashurit që ajo ka pasur, që për mendimin tim ishte një ofendim shumë i rëndë që ti mund t'i bësh një vajze, dhe ai u sol si një mashkull mesatar shqiptar që thot atë gocën e kam pasur, ajo ka shkuar me këtë, me këtë. Kjo është edhe e gabuar faktikisht sepse Angela xha njihet më përpara. Ka një karrierë goxha të gjatë modelingu. Nuk është se u lidh me Onin dhe u bë fam, se thosh edhe Oni ka ndonjë fam kush e di. Po dhe për 2 javë. Dhe për 2 javë sa fam mund të ketë marrë nga Oni, më kupton? Okej, e vërtet që Oni e ofendoi, por Oni dhe ofendimi i erdhi si pasojë ofendimit që Angela i bëri, sepse këtë gjë e nisi Angela me postimet në story, kjo situatë ka ndodhur vite më parë dhe pyetja ime është pse pikërisht në këtë moment. Pyetje shumë e vëndmisi sepse edhe unë po vrisja mendjen. A është vërtet Angela ka revoltuar vetëm për faktin që ju fshin lajmet në Google apo pas kësaj qëndron një lëvizje Me Too që ajo ka dashur të risjelli? Po unë mendoj që ka diçka që ka ndodhur së fundmi prapa kamera, prapa skenë, sepse do ishte shumë out of nowhere që ti futesh një ditë dhe sheh që lajmet janë fshirë ose sa duket Angela kërkon veten në Google një herë në tregun. Tani jo, të them diçka për këtë Me Too movement përpara se të kalojmë në dyshimet tona. Tani është shumë e vërtetë që mund të jetë një lëvizje Me Too movement, sepse ka ndodhur, kemi parë dhe në Hollywood shumë shpesh me VIP-at. Por problemi qëndron që kur bën Me Too movement nuk do dalësh me mesazhe anonime. Do mbledhësh histori njerëzish të cilët dalin dhe flasin me zë për historinë e tyre. Dhe jo me mesazhe anonime. Sepse kjo nis dështon dyshimet, sepse dhe Oni nga ana tjetër ka bërë të njëjtën gjë me mesazhe anonime. Unë këtu jam kundra Angelës, se Angela i ka nisur këto me sa diun mesazhe që i vinin në DM dhe i publikonte, madje kanë përmend emra dhe të tjerë influencerësh nga Kosova. Nga Kosova dhe ajo ka reaguar dhe ka thënë nuk është e vërtetë. Është i madh, është një lëmsh vërtet dhe me sa duke këto hidhe prit vetëm postime në për story, kanë qenë pak, domethënë pak dhe të lodhshme. E mira do ishte që të kishin dhe niveli i kalori i vendosur. Unë habita se tha, ai tha nuk ka lek dhe është koprac. Këtu më habiti mua. Edhe mua këtu mundes llampa. Se Hysebelliun ka një reputacion. Shiko tani, s'do më nizej mua llampat kur thot koprac ke lek, ke. Tani tu ndes llampa, jepi gaz me të tretin. Llampa bëra kërkimet e mia dhe kërkime s'ke bërë? Fatmir Hysebelliu është djali i pronarit të Hysebelliu Group dhe këta kanë disa biznese. Biznes birre, vere, ujë, pije alkolike, pije jo alkolike, mallra ushqimor, mjekësor, bujqësor, duhan, konfeksion, ndërtim objektesh, hoteleri, restorant, bar, media vizive, media e shkruar. Universitet, arsim para universitar, agjenci real estate. Vlera e pasurisë së Irfan Hysebelliut, 850 milionë euro sipas një artikulli ndërkombëtar. Shiko, unë mendoj që po të kishe parë mirë te lista, në fund do isha edhe unë se me kaq shumë biznese. Edhe një herë mua do më kenë propozim. Edhe një herë se u trullosa. 850 milion
euro. Dhe për më tepër që Oni në një intervistë që ka dhënë për një media italiane ka thënë që pasuria jon shkon gjysmë miliard euro. E po gëzuar për Onin pra. Gëzuar për lekët e Irfanit Onit. Gëzuar me premium Balajthiza. U rrisim dhe ne. Sa të mira janë, Shumë I të love mira. this. Bëfshi më shle. Po. Ka ngjyra interesante shumë këto kur. Dhe shije. Edhe super dhe shije. Po. Ore, pse nuk bëjmë një sekond, po sikur Çdo. të merremi me secilën pije të Lajthizës dhe kush nga VIP-a do ishte për shembull rozeja. E po, e bën shumë vështirë këtë. Po ja, pse më kush vishet me rozë dhe është kështu pinki. Përveç meje, Dea Michel mund të ishte. Po, vërtet. Dea është fiks një premium Okej, roze. Premium roze Balajthista, Gëzuar Dea. Gjan me Dea Michel. Po prit, që Tonic Water. Tonic Water, kush është kaq, domethënë që është i nevojshëm. Po. Por e gjen dhe në përditshmëri. Jo, kudo. okay, po unë e shoh dhe kështu nga ana e ngjyrës verdh, por kush mund të jetë vet bjonde. Rodina Magjistare. I ke rënë pikës me këtë. Bjonde, kështu ajo Edhe çdo pas personifikon. dite, Edhe çdo Tonic pas dite, Water. çdo ditë. Ndërkohë un kam Premium Orangeade, Portokalli. portokall, Ka kosti, duhet të mendosh. Gjemisheu. Na që ka qenë në portokallia Po, thua. ajo dhe vërtet. Gjemi, nuk e di Gjemi shkon, kjo është nga pjetë e mia të preferuar, edhe nuk e di. Shumë e bukur. I shkon, është e lehtë, është e këndshme. Pra shkon ti do bukur, të si thuash Gjemi. ti vdes për Gjemi Sheu. Nuk mund të them vdes për Gjemi Sheu, por vdes për Orangeade. Shiko, Nga unë në Lejthiza. dorë tani kam Oxin Leila Premium Okej, kjo Energy është- Drink me frut pasioni. Tani, duke qenë se Leila më kujtu ka nga Leila e Elvanës. Elvana, Leila. Kështu që Oxi Leila do ishte Elvana padyshim. Po tani me që un kam Oksin portokalli. Portokalli. Dhe duhet të jetë dikush që është aty në nivelet e famës së Elvanës, Ta. si shumë big artist. Kush mund të jetë më? Gjensila për shembull? Janë big. ngjashme. Janë të ngjashme, janë të ngjashme dhe bukura, të super ndryshme. artiste të Po, dyja. e vërtet, Kemi Gjensila. kemi edhe këto të fundit, po kjo është e lehtë fare. Me limon. Premium Lemonade nga Lejthiza. Ta themi një zëri? E ta themi të gjithë 1, 2, 3. Ylli Limani. Absolutisht. Kush tjetër, kush dhe tjetër. shumë e freskët, shumë E vërtet, verore. e vërtet, Nuk e ta vërtet. thyen zemrën si Ylli Limani. Se Ylli na i bën Godite këta. Kostian, bravo. Bravo, Kostian. Lutem.